është koha për diskutimin e radhës. Një video kohëve të fundit është bërë shumë virale në rrjetet sociale dhe bëhet fjalë për një të moshuar, themi kështu 68 vjeçar, por që e ka dëshmuar më së miri se mosha pra nuk një themi kështu barjera kur bëhet fjalë për dashurinë që ka për muzikën, artin, por edhe për të marrë pjesë në koncerte, sidomos kur bëhet fjalë për një artist që është Alban Skenderaj, e që i njëjti ka idhull për disa vite. Bëhet fjalë për një person të cilin e kemi përmes një lidhje direkte, por fillimisht po e ndjekim videon për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë dhe kthehemi e diskutojmë bashkë. Po e shohem se me sa pasion po e këndonte këngën Obsesion nga Alban Skenderaj, edhe kjo video ka marrë shumë reagime pozitive dhe shumë përkrahas e kam bërë me njëherë follow dhe kam pas dëshirë që të kenë kontakte me të njëjtin. Ne e kemi përmes një lidhje direkte, zotri Ndurot. Përshëndesim shumë. Përshëndetje Kosova, përshëndetje dhe ju si redaksi. Përshëndetje edhe juve dhe ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt. Ne thamë që videoja të cilën e keni postuar ju, rastësisht ka marrë mira pëlqime dhe njerëzit ju kanë konsideruar si një person shumë pozitiv dhe që po e shijonit në maksimum koncertin e Alban Skenderaj. Është mos e vërtet kjo, kam ardhur nga Milano direkt në Prishtinë për të parë koncertin e këngëtarit të mirënjohur, këngëtarit më të mirë të Shqipërisë, ose të kombit shqiptar, Alban Skenderaj. Ishte një nder i madh për mua që mora pjesë në natën e 4 në Prishtinë mes 5.000 kosovarëve, 5.000 të ri e të reja, të cilët nuk gjykuan as pak moshën time, që isha prezent atje dhe që këndoja me pasion edhe kërceja me pasion. Për kundazi, unë dua të falenderoj të gjithë ato që më buzëqeshën dhe më dua të kitën me kënaqësi prezencën time. Në fakt, ju nuk dallonit as pak nga të rinj dhe të tjerë që ishin aty prezent atë natë në koncert, pra për ta theksuar edhe njëherë mosha juaj është 68 vjeçar, apo jo? Po, jam 68 vjeçar dhe punoj akoma si inxhinier këtu. Jam fan si ndoshta më i vjetër i këngëtarit Alban Skenderaj. Që sa vite e ndiqni Alban Skenderaj? Që sa vite jeni fan si Albanit? Valla, vitet nuk numërojnë, sepse po them se 50 vjetë e më shumë që e ndjek Alban Skenderaj, po thuaj se në shumë koncerte që ai ka dhënë, si në Shqipëri, si në Itali dhe atje në Prishtinë. E qartë. Ndërkohë në video ju keni bërë një falënderim të veçantë pikërisht për artistin, duke thënë se biletat pra ju ka siguruar ai. Ai ka pas dëshirë që ju t'jeni prezent. Qëndron kjo? Po, është mëse e vërtet, nuk kam pas kontakt direkt me artistin, por me manaxherët e tij, të cilët si staf më dhuruan biletën për të qenë prezent në koncertin e Prishtinës. Gjithashtu, ato më propozuan që do të ndërrojnë biletat përsëri në 21 mars në Athinë. Unë djerë preva biletat për natin nga Milano Athinë, që të jenë prezent në qoftë se Zoti don që më tjerë mirë në qytet. Pra, ju keni ardhur nga? Keni ardhur nga Milano. Nga Milano keni ardhur në Prishtinë pikërisht për të parë koncertin. Dhe nuk keni... Ju nuk ju ka interesuar as çmimi i biletës as fare, keni pa shumë të rëndësishëm që t'jeni prezent. Absolutisht jo, kam qenë në një hotel 4 yjesh në Prishtinë, hotel Qiti, që me vërtet dua të falenderoj edhe stafin e hotelit, që ishte një vërtet një hotel shumë i bukur. Mua
Ne shqiptarët kemi qefi paguet. Po. Dhe unë e paguajt a qefin tim. Ashtu është. Dhe në fakt të gjithë shijuan edhe videon sepse jo që ishte diçka jashtëzakonshme, por të paktën në Kosovë dhe në Shqipëri nuk kemi mësu që persona që janë përafërsisht sikur mosha juve që t'jenë prezent në koncerte, madje të këndojnë edhe ta shijojnë aq shumë. Unë për vetën time shkolla për ta shijuar, për të qenë njeriu më i lumtur i sallës, duke patur ballë për ballë 2 metra artistin që unë preferoj, pamësin tim më të madh. Edhe kjo ishte një kënaqësi për mua që të shikoja sy për sy artistin tim. Dhe artisti më dhuroi atë natë një zemër me dorën e tij direkt të mua. Pra, vetëm ky kontakti që keni pas jo me artistin Alban Skenderaj, po themi kështu ju ka shtuar jetë, se po ju shohim shumë të lumtur vetëm nga 2 metra që e keni parë, por ne urojmë shumë që kjo video tjetë si një mesazh edhe për këngëtarin, edhe pse jo që të keni një takim. Edhe një takim fizik ndoshta. Ndoshta do të jetë një ëndër, ndoshta realizohet që të takohet me artistin e madh, dhe t'i jap një përqafim si një fëmijë, dhe jo si një artist. E qa shpresoj shumë që kjo intervista ashtu si që bëhet gjithmonë shpërndahet, pse jo që tash edhe artisti Alban Skenderaj dhe t'ju ftoj themi kështu për një takim me që edhe e keni ëndër. Dua të pyes, patët paragjykime nga persona që patët ofër apo të gjithë po e shihoni njëjtë? Nuk pati komente. Absolutisht nuk kam pasur asnjë dukim të keq nga personat që kisha afër, në sapë të Kundazi, disa djemë të rinj, ma erdhën duke përqafuar, duke i thënë bravo të qoftë Bac. Pra fjala Bac është një fjalë shumë e rëndësishme në Kosovë për një njeri të moshuar që e respektojnë të gjithë. Po, zotri Duro, madje po ju tregoj edhe publikisht që shumë persona kanë menduar se ajo video është bërë me inteligjencë artificiale. Dhe tani kur tregojmë që do të kemi lidhje direkte, thanë sa a është e vërtetë, sepse në fakt nuk e di pse, por shumë pak e besonin. Ajo video është bërë direkt nga dora ime, direkt nga shpirti im, nga zemra ime. Nuk është artificiale, është reale, ashtu si që kam bërë unë personalisht, dhe e deklaroj publikisht në gjithë botën. Po shohim që po këndoni në tingujt e këngës Obsesion, pra ju i dini gjitha tekstet e këngëve të Alban Skenderaj? Po thuaj se të gjitha. Janë shumë këngë, shumë artisti ka shumë këngë 20 vjeçare, po thuaj se 68 këngë, ose ndoshta edhe më shumë, por po thuaj se të gjitha tekstet një ditë. Cila është e preferuara? Cila të pëlqen më shumë ti, që e këndon me shumë shpirë? Jeta ime dhe Obsesion. Jeta ime. Do e këndojmë pak bashkë apo jo? Po sa, e kam të vështirë, ma ka kërkuar dhe një redaksi të Po, vetëm një fras pak, që tregojmë që me të vërtet... Po, në pamënsi, në muzikën, kur dëgjoj muzikën të vjen ajo... Të vjen natyrshëm. Të vjen spontaneo. E kuptojmë, ashtu është. Pra, ju jeni rehat edhe këndoni vetëm kur e keni Alban Skenderaj për balë. Këtë e kuptuar? Jo, unë këtu ku punoj, dëgjoj këngët e Alban Skenderaj, se jam përgjë njerë të dëgjoj çdo ditë. Dhe plus kam dhe disa artistat të tjerë shqiptarë që i adhuroj. Plus kam dhe një kosovare, Albina Kresnik, jo Kresnik. Po, Albina ju pëlqen. Ajo është, për mua është një ndër këngëtarët më të mirë Kosovës. E qartë. Zoti Duro, po, me që jeni edhe në orartë punës, edhe keni punë, ju falenderojmë shumë që na respektuat dhe pranuat që ta bëjmë këtë lidhje direkte bashkë. Natyrisht që gjithë personat që të kam përkra dhe e kam vlerësu si pozitive pjesëmarrjen tënde në atë koncert, kam pas dëshirë që të njohin pak edhe kush jeni dhe çfarë bëni, kështu që unë ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë si redaksie dhe duhet të falenderoj përsëri popullin kosovar. Rinia Kosovës, forca Kosova.
Pa që t'jetë gjatë dhe urojmë shumë që të shijoni çdo moment ashtu si që shijuat koncertin. Faleminderit.